Më falë, shef, çfarë do të bëj me këta dy tazavacët? I qojmë të gëvëndi I fshet. Në rregull. Më lironi dhe do të ndeshemi. Të shohim se kush do të fitoj kësaj ere. Ha pra, çfarë prisni? Qepe gojën, mëre. Çfarë doni nga ne? Na thoni, pse na sollët këtu? Është shumë e vërtet që fisnikët janë me të vërtet me fati, jeni dakord me mua atje ma? Në shohin nga kokat e këmbët si kur të ishim shërbëtorët e tyre dhe jetojnë në shtëpi luksoze dhe të rahatshme. A nuk mendoni se jeta e tyre është më e mirë se sa e juaja? Jo, mik, nuk e mendoj as pak. Jeta e piratëve është shumë më e mirë, nuk krahasohet, edhe sapo ja e tha. E dini që pak nga pak po filloni të më pëlqeni. Ej ti, liroj mysafirët tanë të vegjël, shpejt. Me njerë. E pra më thoni e pse duhet të lërë një fëmijë fisnikësh në një qyteti të lartë që të vi të jetojë në terminalin grej. Cila do qoftë mosha e tyre fisnikët janë po një lloj. Zonjushi është tallur me ju, e kuptoni? Ndoshta nuk e keni vënë re, por edhe juve po ju shikoni nga kokat të këmbët. E njo sabën shumë mirë, dhe ai nuk do ta bënte kurrë këtë. Ne jemi vëllezër, dhe ai nuk do të na tallte kurrë. E kuptova, qetësoni, po që kështu ju kërkojnë ndjes. Por mbetet fakti se që sot nuk i afroheni më dot atij. A e morët vesh se çfarë i thash? Nëse ju shkrep në mendje ta bëni, do të jemi detyruar t'ju e qafe pavarësisht se nuk e dua. Nëse vërtet doni të mirën e vllait tuaj, harrojeni atë, mos se kërkoni. Ha? Nëse duam të mirën e vëllait ton. Po sa bëja urre në qytetin e sipër, nuk e duron dot. Po jo, a përsërisht duhet të harroni atë. Do t'i bëni një nder të madh vetes edhe atij po ashtu. Dhe nëse nuk e kuptoni do tani, do ta kuptoni kur të arriteni. Tani që të ndrojmë bisedë, kam një çështje të lëmpezur nga ju për polkemin. Por dua të mbyll një sy. Ju rrëvej se tipat e sotshëm si puna juaj më pëlqejnë shumë. Jeni të fortë, pavarësisht nga mosha e re. Edhe kam një propozim për t'ju bërë. Në këtë çast më duhen krah të fortë. Ju më përshtateni. A doni të punoni për mua? Rini qetë, bëhet fjalë për një punë të lehtë. Një punë që për më tepër nuk përbën rrezik. Ajo që shikoni është harta e terminalit grej. Duhet vetëm të çoni kuti në pikët e shënuara me një X. Si thoni? Që jemi dakord. Sa do të na paguash?